Ringjallja e Kishës Katolike në Arqidiocezën e Shkodrës erdhi në një libër, kur po ringjallej Kisha Katolike në Arqidiocezën e Shkodrës, kronikat e viteve 1990-1997, titulloi libri promovuar nga Biblioteka Zoja Shkodrës, një dëshmi e gjatë e rilindjes shpirtërore pas viteve të vështira të komunizmit. Autori John Stefa thotë se ky libër është një përmbledhje dëshmie të sakta të ngjarjeve që kanë ndodhur, ndërsa thekson se në Shqipëri mungon kultura e prezantimit të faktit. Ky libër është një përmbledhje dëshmish të sakta të ngjarjeve të ndodhura. Sa është mbështetur në ditar ose më saktë në kronika të cilat unë gjatë kësaj periudhe kam kryer. Vlera e librit është pikërisht kjo, pra është thjesht dokumentim i historisë së këtyre viteve gjithherë bëhet fjalë për veprimtaritë e Kishës Katolike të Arkidiocezës së Shkodrës dhe jo për të gjithë aktivitetet e bëmën në qytetin e Shkodrës. Në atë periudhë kohët ka pas ngjarje që kanë qenë direkte që e laku X apo Y. Shumë autoritetet asaj periudhe kanë qenë pjesë të veprimtarive dhe janë të shkruar në këtë libër, jo vetëm autoritetet fetare, por autoritetet shtetënore, autoritetet partijake, autoritetet qeveritare, nga më të lishëm element. Aty prezantohen. Pra, si janë prezantuar në radio, kuptohet unë i fije më gjatë se sa prezantohen sot shkurt në ngjarjet në qytetin tonë, unë kam pasi fije më zgjatuna, dhe ne në Shqipëri për fatin e keq nuk e kena këtë kulturën e prezantimit të faktit. Kjo nuk e di arsyn, por unë bana atë çka mujta me bë vetë si një qytetar normal, qytetar i thjesht. Vlera që unë shoh më së shumti në këtë libër dhe që unë do ta cek edhe gjatë referimit tim në këtë promovim është pa diskutim vlera historiografike që ka ky libër, për arsye se dëshmon ngjarje, lakohen emra, personalitete me profil të fortë publik ose jo publik, fetar, laik, që kanë kontribu në këtë proces të rindërtimit, restaurimit të Kishës Katolike në Arkidiocezën e Shkodrës. Pra ka një rëndësi shumë të madhe si botim për historianët, studiusit, kërkuesit, shkencor vendas dhe ndërkombëtar. Gjatë diskutimeve u prezantuan faqe të rëndësishme të historisë kishtare në Shkodër,